Në këtë video të mësojmë për tranzicione. Fillimisht kam vendosur dy klipe këtu. Pastaj klikoj këtu dy herë për më rrit këtu pamja për me pa më mirë. Tranzicionet gjenden këtu te efektet. Pa kërkoj një, është fjala për këtë, edhe marr drag and drop edhe lëshoj midis të dyja. Kur klikoj këtu, më del ky mesazh. Edhe klikoj OK. Tash klikoj të kjo edhe po e fshi, do të thënë klikova këtë farë tranzicioni këtu efektin. Pse na dolën mesazhe? Dol për arsye se, shikoni, asnjëna pi video nuk mundet më ngrenë, nuk është më e gjatë kënena. As kjo nuk është më e gjatë nëna. Kështu që për me dhon tranzicionin, video do të bëkon pak me shkurtuna që do të më pas hapësirë. Shikoni, për shembull kështu. E shkurtoj pak kështu, e klikoj këtë edhe këtë e shkurtoj pak kështu, edhe pastaj ja afroj. Shikone. Pastaj njëjtë, këtë tranzicionin e marr e ngrej drag and drop edhe lëshoj mrena midis të dyja. Shikone. Edhe tani është apliku. Shikone, është kjo. Nëse lëshoj tash, e bëj play këtë, e vreni tranzicionin me fade out, shikone. Por, nëse klikoj këtë, kjo është efekti. Nëse shkoj këtu për shembull, shikone, e ngrej kështu, tash e impakti tranzicionit u rrit. Shikone, tash prej këtujit e bëj play edhe efekti bëhet më ngadalë edhe më gjatë. Shikone. Ndërsa, une vetëm shkurtoj kënena, automatikisht kjo përshkurtohet edhe në anën tjetër. Por, nëse klikoj më falni shifti më mundson që vetëm njëra në për shembull më kon impakti më i vogël apo më i madh. Në këtë rast, shikoni, katrori ky është më i gjatë nëna, ndërsa kënena është më i shkurt, për arsye se me shift e zvoglova. Gjithashtu, më edhe me rrit. Kështu që tash të klikomi edhe e vremi, shikoni, tash tranzicioni. Kemi edhe efekte ndryshme për tranzicion, po kjo është mënyra çysh e përdormi. Kjo efekt është më i zakonshëm që i përdoret. Nëse do me kliku këtë, do të thonë me fshi, nëse klikomi këtu, për shembull, sigurohemi me kliku këtë efektin këtu, edhe bëmi delete, jo fshi. Po kemi edhe një mënyrë tjetër. Nëse shkojmë me tastin e djathtë midis këtu me dyja videove. Shikoni ku kjo vija këtu. Nëse shkojmë me tastin e djathtë, e kam apply default transition. Do të thonë kemi një tranzicion që është default. Nëse klikoj këtë, shikoni, është çaj efekti që e përdorëm na, është default i caktuar. Po çish mu me ndru na këtë mos më kon për shembull default. Po klikoj këtu, e fshi këtë efektin. Këtu po e kërkoj një efekt tjetër. Që për shembull këtë. Nëse bëj me tastin e djathtë, set selected as a default transition, shikoni. Tash, nëse shkoj këtu me tastin e djathtë midis dy video, e bëj apply default transition. Tash shikoni, e vremi efektin e ndryshëm. Do të thonë, nuk është ai që ishte më herët, po tani është ky default transition. Kjo është një metodë shumë e shpejtë nëse përdorimi për shembull shpesh një tranzicion, s'kemi nevojë gjithmonë me gjetë efektet, po veç midis këtu me dy video, atëherë veç e klikomi këtë. Ose që për shembull prapë po e kthej çat efektin më herët, po bëj default. Këtë e klikoj as a default, do të thonë selektoj as a default, nësa këtë e klikoj e fshi, me tastin e djathtë e bëj apply default. Do të thonë e zgjedhë si default, edhe tash prap e kemi atë që ishte më herët. Shikoni. Përveç kësaj kemi edhe efekte tjera. Për shembull deep to black. Po përveç të në mes, na mund me dhon efekt edhe në fillim videos apo në fund videos. Për shembull, nëse marr këtë, e bëj drag and drop këtu. Shikoni tani, video përfundon duke u bërë e zezë. Edhe shikoni këtu, e kam mundësinë me rrit impaktin e tranzicionit. Për shembull, shkoj këtu, pastaj që kena mësuar me W me rrit, edhe me Q me zvoglu këtë hapësirën, edhe vetëm klikoj te efekti edhe ngrej ma kështu,
Tash po e zvogloj, shikoni ku ta bëj play videon, kjo tash ma ngadalë shkon tu apliku efekti. Shikoni ku t'jen këtu fillon mu apliku efekti. Njësoj ndodh edhe në fillim. Për shembull, nëse vendosim fillim, ke që më vogël po drag and drop, nëse lëshoj video nga fillimi, shikoni fillon nga zeza tu u zbardh video.